Shumica e kopshtarëve kanë vite që mbjell në tokë. Pa e ditur, po lën të kaloj mënyrën më produktive të kultivimit të ushqimit që ekziston. Sot kjo ndryshon. Mirë se vini në kanal. Nëse nuk jeni abonuar ende, bëjeni tani, sepse ky lloj përmbajtjeje është pikërisht ajo që publikoj javë pas jave. BIM, sisteme dhe njohuri që kopshtaria konvencionale i ka injoruar prej dekadash. Ka diçka që pothuajse askush nuk të thot kur fillon një kopsht. Toka është burimi më i kufizuar që ke. Metra katror të fundme, konkurrencë midis bimëve, rotacione të detyrueshme. Të rimbjellësh çdo sezon nga zeroja është një cikël që nuk mbaron kurrë dhe që kërkon punë të vazhdueshme për ta mbajtur në lëvizje. Por ka një boshte tjetër që askush nuk po përdor, vertikalen. Çdo gardh, çdo rrjet, çdo përgol, çdo trung i vjetër që ke në kopshtin tënd është një sipërfaqe produktive që tani po gjeneron zero ushqim. Një bim zvarritse e zgjedhur mirë nuk konkuron me kopshtin tënd, e shumë fishon atë. Ngjitet, shtrihet, shfrytëzon hapësirën ajrore që ke në dispozicion krejtësisht falas dhe në shumë raste kthehet vetë vit pas viti pa pasur nevojë të bësh asgjë. Bimët që do të tregoj sot kanë të gjitha këtë të përbashkët. Prodhojnë në sasi, përdorin hapësirën vertikale dhe shumica jep korrje më të mëdha me çdo sezon që kalon, jo më të vogla. Disa kanë mijëra vjet që kultivohen dhe kanë rënë pothuajse krejtësisht në harres. Të tjera shiten në fidanitore të etiketuara si ornamentale, ndërsa frutat e tyre konsiderohen një delikatesë në vende të tjera. Shkojmë me të parën. Cucamelon, i njohur gjithashtu si trangull miu, pjepër miu ose shalqi meksikan mini. Është bima e parë që rekomandoj për çdo person që më thotë se nuk ka fat në kopsht dhe ka një arsye shumë konkrete për këtë. Kjo bimë zvarritse duket e projektuar për të mos dështuar. Cucamelon prodhon fruta të madhësisë së një rrushi që kanë pikërisht pamjen e shalqinjve në miniaturë. Shija është një përzierje e saktë midis trangullit të freskët dhe limonit, krokante, freskuese, me atë pikëllim acid që e bën krejtësisht të ndryshëm nga çdo gjë që mund të blesh në një supermarket. Me origjinë nga Meksika dhe Amerika Qendrore, kjo bimë është kultivuar që para kolonizimit evropian. Çfarë nuk të tregon askush kur e zbuloni është se çfarë është e aftë të prodhojë kur I jepet një mbështetëse dhe pak hapësirë. Një bimë e vetme në kushte të mira gjeneron rreth 100 fruta në sezon. 100 në panajiret e prodhuesve vendas, trangujt e këtij lloji shiten midis 550 dhe 880 lekë për gjysmë litri. Investimi juaj fillestar është një zarf farash për më pak se 220 lekë. Mbillet në interior 4 deri në 6 javë para ngritjes së fundit dhe transplantohet kur toka ka fituar nxehtësi. Kërcellet arrin 3 me gjatësi dhe praktikisht nuk kanë dëmtues. Insektet që shkatërrojnë trangujt konvencional e injorojnë këtë bimë pothuajse totalisht. Rezistenca ndaj sëmundjeve është jashtëzakonisht e lartë. Këtu vjen detaji që e shndërron në një bimë të përhershme. Në fund të sezonit, cucamelon zhvillon një tuberkul nëntoksore. Në zona me dimra të butë, lihet në tokë. Rishfaqet në pranverë para se të prisje, me më shumë forcë se viti I kaluar. Në klimë më të ftohtë, nxirret, ruhet në një vend të thatë dhe të freskët gjatë dimrit dhe replantohet I në pranverë. Në vitin e tretë, kjo bimë sillet pothuajse si një barishte e keqe, jashtëzakonisht produktive dhe e shijshme. Bima e dytë. Tromboncino. Dhe nëse ndonjëherë keni humbur një bimë kungulleshke nga shpuesi I kungulleshkës, ajo që vjen më pas do të ndryshojë plotësisht mënyrën se si kultivoni këtë lloj perimeje. Shpuesi I kungulleshkës është një larvë tinize që depërton në kërcellin e bimës pikërisht mbi tokë dhe e shkatëron nga brenda. Në pjesën më të madhe të Evropës dhe Amerikës së Veriut është përgjegjëse për rënimin e të gjithë korrjeve të kungulleshkës në mes të prodhimit. Nuk ka mbrojtje të lehtë. Shumica e kopshtarëve e pranojnë thjesht si një humbje të sigurt.
Tromboncino është një varietet italian i lash që i përket të njëjtës specie si kungulli i moskatit dhe ky dallim ka më shumë rëndësi se sa duket. Kërceli i kësaj specie është i dendur, druri dhe masiv në gjithë gjatësinë e tij. Larva e shpuesit është fizikisht e paaftë ta kalojë atë. Ndërsa kungulleshka e fqinjit tuaj shembet në gusht, bima zvarritëse e tromboncinos vazhdon të ngjitet dhe të prodhojë pa asnjë dëm. Bima mund të rritet deri në 10 ose 12 më në një sezon të vetëm. E trajnuar mbi një gardh ose një strukturë vertikale, frutat e saj varen në ajër dhe zgjaten duke marrë një formë karakteristike të lakuar që mund të arrijë 60 ose 70 cm. Të korrurit të rinj dhe të butë kanë shije më të mirë se çdo kungulleshkë komerciale. Më të forta, lehtësisht të ëmbla, me një profil shije më kompleks. Nëse lihen të piqen plotësisht në bimë, lëkura forcohet dhe bëhen një kungull dimri me veti të shkëlqyera ruajtjeje. Një bimë 2 korrje krejtësisht të ndryshme, në varësi vetëm të momentit kur vendosni të prisni. Dhe për më tepër tromboncino nuk shfaqet në asnjë supermarket. Forma e parregullt e bën të pamundur standardizimin e tij për shpërndarje në shkallë të gjerë. Mënyra e vetme për ta ngrënë është ta kultivoni ose të njihni dikë që e bën. Jeni ende këtu? Mirë, sepse 7 bimët e mëposhtme janë ato që vërtet do të ridefinojnë atë që mendoni se është e mundur në një hapësirë vertikale. Qëndroni, spinaq malabar. Problemi me spinaqin e zakonshëm është se zhduket. Pikërisht kur keni më shumë nevojë për të. Sa po vjen nxehtësia e verës, lodhet, bëhet i hidhur dhe mbaron. Mbeteni pa perime me gjethe pikërisht kur dëshironi më shumë një sallatë të freskët. Spinaqi malabar bën pikërisht të kundërtën. Është një bimë zvarritëse treperse me origjinë tropikale që lulëzon në nxehtësi, lagështi dhe diell intensiv. Të njëjtat kushte që shkatërrojnë çdo gjethe tjetër të gjelbër në kopshtin tuaj. Prodhon vazhdimisht gjatë gjithë verës, nga korriku deri në ngricat e para. Gjethet janë të mëdha, të gjelbra të errëta intensive, me një strukturë pak të mishta dhe një shije të ngjashme me spinaqin, por me më shumë trup dhe një pikë më toksore dhe piperore. Në gatim, qëndron shumë më mirë se spinaqi konvencional, nuk shkrihet dhe nuk humbet strukturën. Çelësi për të maksimizuar prodhimin është të korrni shpesh. Kjo bimë funksionon në mparimin e prerjes dhe rifillimin. Sa më shumë korrni, aq më shumë degëzohet dhe prodhon. Një bimë e vetme e trajnuar mbi një gardh mund të furnizojë me perime me gjethe një familje të tërë gjatë muajve të verës, pikërisht kur asnjë opsion tjetër nuk është i disponueshëm. Nuk mbjetojnë ngricat, kështu që në zona të buta kultivohet si vjetore, por autosemillet në klimë të ngrohtë dhe farat janë ekonomike kudo. Mbilleni një herë, ruani fara në vjesh dhe kostoja është 0 në të gjithë vitet e mëpasshme. Bima e 4, fasule shkarlat. Shumica e njerëzve që e kultivojnë e bëjnë për lulet dhe lulet justifikojnë çdo përpjekje vetë. Një shkarlat i ndezur që nuk kalon pa u vënë re dhe që tërheq polenizues në sasi që përfitojnë të gjithë zonën e kopshtit. Por ajo që pak njerëz shfrytëzojnë është se kjo bimë prodhon 3 ushqime krejtësisht të ndryshme njëherësh. Kur bishtajet janë të reja dhe farat nuk janë formuar ende, korren si fasule të gjelbra. Kur farat piqen brenda bishtajes, nxirren si fasule kokra të freskëta, të mëdha, me njolla vjollës dhe të zeza, me një shije të thellë dhe me gjalp që nuk i ngjan asnjë fasuleje komerciale. Nëse lihen të thahen plotësisht në bimë, ato njëjtat fara bëhen bishtajore e thatë për ruajtje afatgjallë. Një bimë e vetme, 3 momente korrjeje krejtësisht të ndryshme, në varësi vetëm të momentit kur ndërhyjnë duart tuaja. Rrënjët e saj strehojnë baktere azotfiksuese që kapin azot drejt për drejt nga ajri dhe e depozitojnë në tokë. Në fund të sezonit preni kërcellet e thata, i inkorporoni në kompost dhe toka poshtë ku rritej është më pjellore se para se të mbillnin. Në zona me dimra të butë, rrënja është e përhershme. Kërceli vdes me të ftohtit, por bima kthehet vetë në pranverë.
Në klimë më të ftohtë, farat janë të mëdha, mbin me besueshmëri dhe çmimi I një zarfi nuk arrin 330 lekë. Bima e 5. Dhe këtu fillon territori në të cilin shumica e kopshtarëve po lëshojnë kaloj diçka të jashtëzakonshme, chayoti. Chayoti është me origjinë nga Meksika dhe Amerika Qendrore dhe u kultivua nga civilizime parakolumbiane për shekuj. Në tregjet centroamerikane është ushqim I përditshëm. Në Evropë është pothuajse I panjohur si bimë kopshti. Kjo është një gabim I madh sepse ajo që prodhon kjo bimë në kushte optimale është e vështirë ta besosh nëse nuk e ke parë. Një bimë e vetme plotësisht e vendosur prodhon midis 80 dhe 100 fruta në formë dardhe në sezon. Çdo pjesë e bimës është e ngrënshme, frutat, sythat e rinj që mund të korren si shparaga gjatë gjithë sezonit. Farat dhe pas disa vitesh rrënjët tuberkulare dhe nisështare që zhvillohen në bazë. Mbjellja është ndryshe nga çdo gjë tjetër. Nuk mbillet një far, mbillet fryti I tërë. Bleni një chayot në treg për më pak se 110 lekë, e vendosni në tokë me një kënd të lehtë me skajin ku fillon të çel mezi të dukshëm dhe bima zvarritse bën pjesën tjetër. Sezoni I parë, rendimentet janë modeste. Bima po ndërton sistemin e saj rrënjësor. Në vitin e dytë prodhimi shpërthen. Në të tretën, një bimë e vetme mund të ushqejë një familje. Në zona pa ngrica të forta është një e përhershme e vërtet që kthehet pafundësisht. Bima e 6, fasule Jacinto. Nëse dëshironi diçka që ndal literalisht njerëzit herën e parë që e shohin, kjo është bima. Gjete jeshile të errëta, kërcej me nuanca vjollës, lule me vjollës intensive dhe bishtaja me vjollës të ndritshme, aq të ngopura sa duket artificiale. Fasule Jacinto, e njohur si lab purpureus, ka mbi 4000 vjet që kultivohet në Afrikë dhe Azi. Arrin midis 3 dhe 5 më në një sezon të vetëm me shumë pak kujdes. Gjethet e reja hahen si perime. Bishtajet e papjekura korren si fasule të gjelbra. Farat e pjekura, plotësisht të thata ruhen për gatim dimëror. Pikë e rëndësishme që duhet ta dini para se ta mbillni. Farat e pjekura të thata përmbajnë glikozide cianogjenike dhe kërkojnë gatim të zgjatur me ndryshim uji për të qenë plotësisht të sigurta. Një zierje e gjatë me të paktën një ndryshim uji eliminon problemin. E gatuar sakt, është ushqyese, e shijshme dhe krejtësisht e sigurt. Fikson azot. Toleron nxehtësinë, thatësinë dhe tokat e varfëra që do të rënonin shumicën e kulturave. Ujiteni një herë në javë, pasi të jetë vendosur dhe praktikisht kujdeset vetë, bima e 7, dhe kjo është më e rëndësishmja nga pikpamja historike nga gjithçka që do të përmend sot. Groundnut amerikane ose Apios americana. Kjo bimë zvarritse vendase e Amerikës së Veriut është praktikisht e panjohur në kopshtet aktuale, gjë që është e jashtëzakonshme kur njihet historia e saj. Popujt indigjen të gjysmës lindore të kontinentit amerikan e kultivuan dhe u mbështetën tek ajo për mijëra vjet. Kur vendosjet e parakoloniale evropiane pësuan korrje katastrofike, ishin tuberkulet e kësaj bime ato që mbajtën njerëzit gjallë gjatë disa dimrave radhazi. Kjo është e dokumentuar në regjistrat kolonial, nuk është legjend. Bima prodhon 2 ushqime krejtësisht të ndryshme. Mbi tokë, bishtaja fasulesh të ngrënshme dhe lule aromatike me ngjyrë roz vjollës. Nën tokë, tuberkulat nisështare me shiar, të pasura me proteina dhe të shpërndara në tokë, duke formuar një zinxhir bulbash të lidhur nga rrënjë sipërfaqësore. Korren në vjesh duke punuar butësisht tokën rreth bazës. Bima zvarritse rritet midis 1 dhe 2 më toleron hijen e pjeshme, ku shumica e bimëve ushqimore dështojnë. Lulëzon në toka të lagështa dhe kthehet vetë çdo vit pa pasur nevojë të replantoni. Fikson azot. Prodhon nga 2 fronte njëkohësisht vit pas viti. Pafundësisht pasi të vendoset. Arsyeja pse askush nuk e kultivon sot është e thjeshtë. U zëvendësua.
Kur bujqësia evropiane mori kontrollin e këtij kontinenti, shekujt të njohurive ushqimore indigjene u zhdukën me të. Groundnut amerikane është një nga bimët e përhershme më produktive dhe me mirëmbajtje më të ulët vendase të Amerikës së Veriut dhe është harruar praktikisht. Merret përmes fidanitoteve të specializuara në bimë vendase. Mbillet një herë dhe kthehet gjatë gjithë jetës suaj, bima e tetë, pasionaria vendase, passiflora incarnata. Shumica e njerëzve njohin maracujën tropikale. Pak dinë se ekziston një specie vendase e Amerikës së Veriut që prodhon një frut të ngrënshëm krejtësisht të ndryshëm nga çdo gjë që mund të blini dhe që shtrihet vetë çdo vit duke u bërë gjithnjë e më produktive me kalimin e kohës. Fryti piqet në fund të verës dhe fillim të vjeshtës. Ka madhësinë afërsisht të një veze. Lëkura e jashtme kalon nga e gjelbra në të verdhë kur është gati. Brenda ka një tul të ëmbël dhe lehtësisht acid që kujton një përzierje midis guajavës dhe agrumit tropical. Është një shije që befason sepse askush nuk e lidh me një bimë që rritet në mënyrë të egër në zona të gjera të Evropës dhe Amerikës së Veriut. Lulet janë strukturalisht më komplekset që prodhon ndonjë bimë kopshti në këto gjerësi gjeografike. Tërheqin polenizues të specializuar që përfitojnë pjesën tjetër të kopshtit tuaj. Gjethet dhe lulet infuzohen si çaj dhe kanë veti qetësuese të dokumentuara në literaturën fitoterapeutike. Farat janë të ngrënshme. Bima shtrihet përmes stoloneve nëntoksore në kushte të mira, duke zënë progresivisht më shumë hapësirë në gardh çdo sezon. Fryti nuk shitet në asnjë supermarket të Amerikës së Veriut dhe praktikisht në asnjë të Evropës. Mënyra e vetme për ta ngrënë është ta kultivoni ose të njihni dikë që e ka tashmë, bima e nënë dhe e fundit, akebia. Shitet në pothuajse të gjitha fidanitoret si bimë ornamentale me emrin hardhi çokollate. Etiketohet si dekorative. Shumica e njerëzve që e blejnë nuk kanë ide se prodhon fruta të ngrënshme. Bishtajet e zgjatura me ngjyrë gri vjollc piqen në fillim të vjeshtës. Kur janë gati hapen vetë, duke zbuluar një tul të tejdukshëm dhe të bardhë që mbështjell farat e zeza. Shija është delikate, lehtësisht e ëmbël, me një fond që kujton vaniljen. Në Japoni, ku akebia ka shekuj që kultivohet, frutat konsiderohen një delikatesë sezionale dhe shiten me çmime të larta. Sythat e rinj hahen si perime të gatuara në pranverë. Lëkura e fryti mbushet dhe gatuhet si një pjatë në vetvete në kuzhinën tradicionale japoneze. 3 ushqime të ndryshme nga një bimë që në fidanitoret evropiane shitet e etiketuar vetëm si ornamentale. Pa asnjë referencë për atë që vërtet prodhon. Bima zvarritëse mund të rritet midis 5 dhe 10 më në një sezon pasi të vendoset. Toleron hijen e pjeshme më mirë se pothuajse çdo bimë tjetër frutore zvarritëse, gjë që e bën zgjidhjen e përsosur për gardhet e orientuara nga veriu ose për zonat më me hije të kopshtit ku asgjë tjetër nuk do të funksiononte. Është rezistente deri në zonën 4. Lulet shfaqen në pranverë të hershme, midis luleve të para të bimëve ushqimore të vitit në kopsht. Të vogla, me ngjyrë të kuqe vjollc dhe me një parfum delikat. Korja e parë e rëndësishme zakonisht vjen në vitin e dytë ose të tretë. Ajo që merrni në të parin është një mbulim i fuqishëm dhe i shpejtë, plus ato lule. Midis 880 dhe 1650 lekë në çdo fidanitore, shitur si ornamentale, pa që askush të përmend çfarë bën vërtet, është ndoshta blerja më e nënçmuar që mund të bëni në një qendër kopshtarie. Ka një fill që lidh këto 9 bimë dhe që dua ta mbani sot me qartësi. Asnjëra prej tyre nuk konkuron me kopshtin tuaj. Asnjëra nuk ju merr tokë. Secila zë sipërfaqe vertikale që tani po prodhon absolutisht asgjë. Gardh, rjeta. Pergola, trungje, harqe, parmak. Ai hapësirë jo aktive i shumëzuar me metrat e gardhit që keni në dispozicion është një sasi prodhimi ushqimor që tani po ja dhuroni asgjëje. Kopshti vjetor ju kërkon të njëjtën gjë çdo sezon.
Përgatitni tokën, mbyllni, mirëmbani, korrni dhe në vjesht ktheheni në fillim. Është një cikël që funksionon, por që varet krejtësisht nga ndërhyrja juaj e vazhdueshme. Një bimë zvarritëse e vendosur është një strukturë ushqimore e përhershme. Në vitin e saj të 5 prodhon më shumë se në të parin dhe ju kërkon më pak se kurrë. Është dallimi midis një kopshti që ka nevojë për kohën tuaj dhe një kopshti që gjeneron ushqim, pavarësisht nëse i kushtoni vëmendje apo jo. Nëse dëshironi të filloni këtë sezon dhe të shihni rezultate para vjeshtës, filloni me cuca melon. Është praktikisht e pamundur të dështoni me të dhe prodhimi i vitit të parë justifikon plotësisht se e keni mbjellur. Nëse shpuesi i kungulleshkës ju ka rënuar sezonet e mëparshme, tromboncino është bima juaj e radhës. Nëse dëshironi 3 korrje të ndryshme nga një zarf i vetëm farash prej 220 lekë, fasule shkarlat është përgjigja. Dhe nëse dëshironi të mbillni diçka që do të vazhdoj të japë ushqim shumë kohë pasi të keni kaluar në gjëra të tjera, groundnut amerikane është bima që po kërkoni, zgjidhni një gardh. Kjo është gjithçka që ju nevojitet për të filluar. Shihemi në të radhës.